Kur më bën ftesën për të ardhur këtu dhe për të folur për genocidin, mendova njëherë çfarë i ka shtyr, pra nisa të mendoj për këtë genocidin e serbëve dhe grekëve kundër shqiptarëve dhe po mendoja çfarë i ka shtyr këta që të organizohen dhe të bëjnë një genocid duke qenë dhe shumë pak, siç u tha, shumë më pak se sa ne. Pra dhe përgjigjja e parë për këtë lloj pyetjesh është pasuria. Kuptimin ata kanë dashur një pasuri, kanë dashur të marrin tokat, kanë dashur të jenë vetë më të mirëqenë se sa pjesa tjetër, pra shikonin njerëzit në Perandorinë Osmane më të pasur, pra këta bejlerët, tregtarët, borgjezia, dhe donin ta kishin vetë atë. Të paktën kështu e imagjinova. Arsyeja fetare ka qenë për t'i pashaportizuar në kish, se fakti që kanë shkuar dhe ju kanë kërkuar të konvertohen, do të thotë nuk e kanë pasur problemin etnik. Siç kanë dashur të marrin tokë, kanë dashur të marrin dhe popullsi. Pra hajde konvertohu. Ka qenë thjesht çështje pasurie. Dhe pastaj po mendoja ku e gjeti Hitleri këtë formulën në zgjidhjes finale. Se ai e mori diku se Hitleri ishte ndonjë kështu mësues vizatimi, nuk është se ishte ndonjë ideolog, dhe po prodhonte Hitleri këto çështje të zgjidhjes finale pra për të larguar popullsi. Në fakt e mori tek rusët, pra tek perandoria ruse që në fundin e viteve 1800 ndryshoi metodën e luftës dhe qëllimin e luftës. Çfarë do të thotë kjo? Nga lufta tradicionale, kur ti shkoje dhe vendosi një popullsi në haraç, pra në taksa, por e lije popullsin aty, erdhëm te një moment tjetër, tek asgjësimi total i popullsisë së fshatit. Pra kjo nuk kishte ndodhur më përpara. Ose më përpara se 1800, nuk është si ishte shumë e përhapur kjo, asgjësimi total i fshatrave dhe i lokaliteteve. Pra pushtoi vendi, vendoseshin në haraç, kapej elita politike dhe intelektuale dhe mbetej aty. Këta erdhën me një zgjidhje të re. Pa erdhën me këtë zgjidhjen e asgjësimit dhe dëbimit. Dhe në Serbi ka pasur edhe një debat faktikisht. A do të jemi një shtet i historisë së shenjtruar, apo do të jemi një shtet me këto parimet europiane të kohës? Pra kanë qenë serbët e Danubit dhe elita atyre intelektuale, dhe serbët e jug perëndimit, që po t'i vëshre këta liderët shovinistë të Serbisë janë përgjithsisht nga malet e Malit Zi. Nga kjo zona që quhet zona dinarike, ka dhe një libër për këtë, dhe fitoi kjo, tani fitoi imagjinata mbi perandorinë e Car Dushanit. Pra këta grekët kërkonin perandorinë bizantine, ata kërkonin perandorinë e Car Dushanit, e gjitha për lekë, për pasuri, dhe bullgarët kërkonin atë perandorinë e Car Simonit. Do u bën bashkë tani për të marrë obsesionin që ju kishte mbetur tek perandoria. Dhe duke u marrë me këtë temë, kam një libër të James Evans, duket quhet ai, roli i Britanisë së Madhe në krijimin e Jugosllavisë, sepse ky ka qenë i gjithë qëllimi. Pra të zëvendësojmë, të rrëzojmë Stambollin dhe Vienën në Ballkan dhe të gjejmë zëvendësuesin kush do t'i menaxhojë këto toka. Dhe vendosin që do t'i menaxhonte Beogradi. Pra përveç se nevoja këtyre priftrive serb dhe malazez të viteve 1700 që dolën me atë idenë që ne duhet marrim perandorinë e slavëve nga Slovenia deri në Selanik, pra aty ku kanë menduar ata se janë dhe interesat e fuqive të mëdha, se kjo nuk u bë në formë të izoluar. Po ta shohësh e njëjta gjë ndodhi dhe në lindjen e mesme dhe në Afrikën e Veriut dhe në rajonet tjera të botës. Nuk është se ndodhi vetëm këtu. Pra Britania dhe Franca dhe Rusia kërkonin disa popull aty të gatshëm për luftë për të rrëzuar këto perandoritë rivale që ishin Austro-Hungaria, Gjermania dhe perandoria osmane. Pra këta në fakt serbët, grekët dhe bullgarët ishin mercenarët ose security, garda e këtyre perandorive të mëdha. Dhe e arritën ata fituan, se edhe ne me Europën ishim, po ishim me Europën humse, ishim me Austro-Hungarinë dhe me Gjermaninë. Fitoi kjo pjesa e Francës dhe Britanisë Madhe, pra humbi Europa jon, fitoi ajo Europa e serbëve dhe e grekëve. Dhe duke u marrë me këtë temë, hapa ditarin e një ushtari serb, që quhet Kosta Novakovic, që ka qenë ushtari divizionit të Shumadis, që ka ardhur deri në Durrës dhe në Kruj dhe këtu ku ka ardhur. Dhe ai thotë
gjëra interesante, pasi qanë ato hallet e veta si ushtarë, që thotë s'kishin puc dhe buk, ankesat e zakonshme. A i thotë që u mor një urdhër që kudo që ka një krisë në pushke, ushtria serbe do të bëj masakër dhe do të ashduk gjithat e fshat. Dhe u vu pastaj një urdhër tjetër ku ndërshkoheshin të gjithë ushtarët serb që nuk kishin shfaqur ashpërsi. Dhe pas kësaj u vendos dhe një ankand ku u përhap ideja, pra si një mënyrë për të mbledhur shqiptarëve paratë, sepse ushtria nuk kishte, u përhap ideja se ku shkon dhe paguan, do t'i falet jeta nga ushtria serbe. Dhe u turën gjithë shqiptarët duke shkuar dhe duke paguar tek ushtria serbisë, dhe në fund pasi paguan u vranë. Pra gjetën një mënyrë shumë dinake për t'ju marrë dhe paratë popullsive shqiptare. Këta vinin tani me këtë idenë që ne nuk po ju pushtojmë, por ne po ju çlirojmë nga Turqia, që ju ka dhunuar për 500 vjet. Pra ne do të çliroheshim nga Turqia dhe do të liroheshim nga Serbia. Pra ishte një mashtrim dhe këtë për shkak të mungesës së ndërgjegjjes shqiptarët e hangren, se ky thotë që shqiptarët na pritën ne, ushtarët e mbërdhifur dhe këta të uritur, kishte shqiptarë që i merrnin dhe i strehonin në shtëpiat. Pra, ushtria serbe gjeti stre edhe në shtëpiat e shqiptarëve. Pra, kishte disa zona si Mati dhe Kruja ku pati një lloj kryengritje, por zonat e tjera ishin zona që e pritën ushtrinë serbe në shtëpi, me mendimin që nëse i presim këta nuk do na vrasin. Por që nuk është kështu. Dhe urdhri këtyre ka qenë që të bëjnë asgjësim të popullsisë shqiptare në mënyrë që në çdo konferencë ndërkombëtare që tulemi pas luftës, shqiptarët të jenë më pakicë dhe të vendoset në favorin tonë, pra një taktikë ushtarake që e kanë përdorur në gjithë Ballkanin. Dhe këta tani thotë erdhën dhe nuk kishin punë me popullsinë e varfër, se popullsisë e varfër nuk kishin çfarë i ofronin, se ushtria ishte në hall për vete. Dhe çfarë bën kapën bejlerët? Këta që kishin lek dhe pasuri dhe kapën këtë elitën e bejlerëve, thanë tani ne jemi perandëria e re, sultani iku, ju do t'i menaxhoni këta për ne. Pra kjo ishte ideja dhe bejlerët e bën mirë këtë punë, se din ta bëjnë dhe kanë ditur ta bëjnë me çdo lloj shteti, me çdo lloj perandërie. Dhe ky thot diçka interesante në fund, se më kujtua kjo që i kisha shënuar kur thanë parafolësit që ne nuk duhet ta harrojmë këtë. Ushtari thot Serbia duhet të kujdeset që shqiptarët t'i harrojnë masakrat tona. Se ajo çfarë kemi bërë ne në Shqipëri, e thot vetë në libër, thot duhet t'i harrojnë masakrat tona. Ai iku u bë dhe komunist pastaj dhe filloi këto denoncimet ndaj ushtrisë, pra ushtarin fjalë, por thot duhet t'i harrojnë këta se ajo çfarë kemi bërë ne ndaj këtyre do të na mbajë neve në një armiqësi të përjetshme me këta njerëz. Pra nëse këta fillojnë dhe e kujtojnë dhe e mësojnë se çfarë ju kemi bërë ne, këta do të kujtojnë dhe do jemi gjithmonë armiq. Pra Serbia, këshillon ai qeverinë serbe ushtari, thotë duhet të ndjek një politikë edhe miqësore, se është më mirë ti kemi pak si miq këta shqiptarët, meqense këta do bëhen shtet dhe ne nuk kemi çfarë t'ju bëjmë, ti kemi tanët, pra ti kemi miq dhe për t'i pasur miq duhet harrohet kjo. Pra duhet harrohet genocidi i ushtrisë serbe, greke dhe malazeze mbi shqiptarët. Tani unë nuk them që ne duhet ta mbajmë kokën tek e shkuara, se pastaj dalim si këta që kanë qenë gjakmarrje 1800 dhe vazhdojnë e mbajnë prapë. Edhe nuk është mirë kështu, mirë po, as për t'u bërë naiv nuk ka vlerë. Pra nuk ke pse bësh naiv kur tjetri vazhdon edhe mas 100 e kusur vitesh me këtë politikë. Pra vazhdon në media në vetë, ka parti zyrtare politike që e vazhdojnë në forma tjera të kamufluara tani se është dhe Bashkimi Evropian dhe Amerika, këtë ide, pra idenë që ne të presim momentin kur konjunktura ndërkombëtare të ndryshojë dhe ne ta bëjmë prapë këtë, sepse ne na pëlqen pasuria shqiptarëve, na pëlqen deti, besoni ne nga për shkak të luftës i kemi konsideruar këta serbët si tip kalorësh templar, sikur çfarë janë këta, këta në fakt janë disa fshatarë që fusin turshi dhe hanë mish derri dhe suxhuk, nuk është se janë ndonjë gjë kështu dhe kur vinë këtu në trojet e Shqipërisë dhe shohin pasuritë të mëdha se na ka rastisur të shqiptarëve në Bregdet dhe rregullimin e Tiranës,
pyesin si ka mundësi që shqiptarët kështu, sepse në atë prallën e tyre, janë thënë që shqiptarët janë disa njerëz me bish që nuk munden dhe nuk arrin të bëjnë asgjë. Gjë që s'është e vërtetë. Europa që e bëri këtë, se në fakt Europa e bëri, por nga që ne jemi sot me Europën, nuk e themi, rrodhemi dhe shtrëngohemi. Europa e bëri e ka shlyer në një farë mënyre pas vitit 90, kur ëndra e këtyre për të bërë të njëjtat gjëra, edhe në Bosnjë dhe në Kosovë dhe kudo, ka marrë fund. Kuptimin ata nuk kanë më aleatët që kanë pasur, nuk kanë aleatë as Shtetet e Bashkuara në këtë rrugë, nuk kanë aleatë as Europën dhe as kënd tjetër dhe Britaninë që e kanë pasur, madje as Francën. Pra sot ata janë pak si vetëm, nuk janë te kjo ana komode pra për ta vazhduar prapë këtë politikë, se ka ardhur një kohë tjetër. Mirë po, shqiptarët kanë një veçanti, se kanë qenë populli më i zgjuar, mendoj unë, e mendoj pa implikim emocional. Ne jemi të vetmit këtu që kemi ndërtuar një shtet me 4 fe, që kanë qenë zyrtare dhe të Këshilli i Lartë i Regjencës, nuk e ka bërë këtë, ata serbë shtet fetar. Këta grekët po shtet fetar, vetëm shqiptarët kanë qenë një elitë e cila ishte shkolluar në për universitetet më të mira dhe ishte pjesë e perandorisë 3 apo të 4 të kohës që ishte perandoria osmane ose turke, dhe arritën ta kuptojnë se duhet bërë kjo. Dhe vetëm ne jemi këtu, ky shteti me 4 fe. Dhe mendimi im personal në mbyllje që të mos e vazhdoj më shumë, është që ne duhet ta ruajmë këtë, se shoh në për Facebook, në për Instagram, në për TikTok që shahen dhe zihen për fe, jo po kush është më i miri, kush është më i keq, që janë mohabete kot. Ne duhet ta ruajmë, se nëse nuk ruajmë dhe këtë prishet shteti. Pra prishet realisht shtetit, mos e marrim me shaka, vetëm kur ti shohësh një ditë që thonë ne s'kemi të bëjmë me këta. Se ndodh kjo, ndodh në mënyrë të çuditshme, po vetëm kur përballesh me të. Tani ideja është kjo, ne nuk kemi atë lloj nevoje për të shkuar deri këtu. Pra palët, nëse mund të themi palët, se përgjithsisht janë 10% budallë nga gjitha anët, nuk është se janë palë të konsoliduara. Palët ose ata që quhen veten elita, është mirë ta ruajnë këtë arkitekturë të shtetit. Pra këtë shtetin me 4 fe dhe me konsensus fetar. Pra është shtet konsensusi dhe është çështje konsensusi. Askush nuk ka pse të besojë tek feja e tjetrit, secili le të besojë tek feja vet, por mendoj se ne shqiptarët, duke qenë të veçantë në këtë pjesë të Europës, dim ta mbajmë këtë veçantinë dhe le të jemi secili tek besimi ynë fetar apo filozofik, por duke ditur se jemi shqiptar në një shtet të vetëm, edhe po të mos ishim gjithë shqiptar, po të kishte ndonjë minorancë tjetër, prap do ishte mirë që me ato me cilin ke gjetur konsensus për të ndërtuar shtet, ta vazhdosh konsensusin. Dhe unë them që ky konsensusi duhet vazhdohet dhe nuk duhet lejohet asnjë rebel ose asnjë, po e lëshoj gjuhën, budalla, që ta prish të konsensus politik. Unë këto mendoj. Pastaj se di se si e mendojnë tjerë, unë falenderoj për vëmendjen. Falenderoj.